Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut bëhet gati për zgjedhje. Deri në fund të këtij muaji duhet të përmbyllet komplet procesi dhe pastaj do të ketë vendimarrje politike për të zgjedhur kandidatët për komunat, tha Bilal Kasami në lidhje me procesin në Vlen për përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar komunash në zgjedhjet lokale. Kasami tha se në Vlen gjithashtu po bëhen anketa për të parë se cili nga kandidatët ka gjasa që të ketë rezultate më të mira në zgjedhje. Jemi në fazën edhe testimit cili nga këto kandidatë do të kishte dalë më mirë tek votuesit, po në bazë të atyre vlerësimeve paraprake deri ka fundi këtij muaji duhet të përmbyllet komplet procesi dhe pastaj do të jetë, do kisha thënë, vendimarrja politike për të përzgjedhur kandidatët për komunat konkret. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut shpreson në përmirësimin e mbështetjes në zgjedhjet e ardhshme vendore. Kryetari i Lëvizjes Populli, Skënder Recep Zejdi, pjesë e Frontit Evropian, theksoi se partia që ai drejton, Lëvizja e Popullit në Studeniçan, do të jetë ndër faktorët kryesorë. Sipas tij, në kuadër të Frontit Evropian janë zhvilluar bisedimet për kryetar komunash dhe së shpejti do të ketë një zgjidhje. Shpresojmë që fuqizimi i Frontit Evropian do të jetë rezultati i këtyre dëmeve që janë në vijën ndëretnike në nivel shtetëror, deklaroi deputeti Skënder Recepi nga Fronti Evropian. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut premton rritjen e efikasitetit energjetik dhe përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Për këtë qëllim, në 50 shkolla në të gjithë Maqedoninë gjatë verës do të vendosen sisteme voltaike. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka nënshkruar marrëveshje për një grant të pakthyeshëm për 1.1 milion eurosh me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës për investime në burime të rinovueshme të energjisë. Me këtë investim do të kursehen mjete të shumta buxhetore dhe këto para do të reinvestohen në projekte infrastrukturore, tekse shkollore dhe mjete ndihmëse digjitale për nxënësit. Përmes investimit në burime të rinovueshme të energjisë do të ulim koston financiare, por do të kontribuojmë dhe në uljen e kostos së ndotjes së mjedisit jetësor, thuhet në njoftimin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut vijon të akuzojë shumicën pushtet për diskriminim sistematik dhe përjashtim etnik. Në përvjetorin e qeverisë, deputetja e BDI-s Arbana Pasholli nënvizoi se pas shfuqizimit antikushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, si dhe të mekanizmit të balancuesit nga gjykata kushtetuese, institucionet janë liruar nga detyrimi për përfaqësimin e drejtë administrat. Kjo qeveri ka sjell pikërisht këtë: një vit pa barazi, pa përfaqësim, pa respekt institucional për shqiptarët dhe për vlerat e bashkëjetesës që ky shtet është dotuar t'i mbrojë. Deklaroi Arbana Pasholli, deputete e Frontit Evropian. Sociale. Në paraqitjen e tij të parë përpara opinionit publik, ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu, për personat mbi 40 vjeç paralajmëroi kontrolle falas për diabetin, presionin e gjakut, sëmundjet e zemrës dhe mëlçisë. Sipas tij, këto janë standarde europiane dhe me kontrolle të tilla do të ulë rreziqet për mbi 30%. Aliu, duke folur për prioritetet e tij në shëndetësi, foli edhe për dyshimet të opozitës se si profesionist nga sfera e IT-s do të dalë në sektorin e shëndetësisë. Aliu theksoi se në takimin e parë në ministri me ekipin e tij ka detektuar gjithsej 57 sfida, por si shtoi, sa më shumë sfida, aq më shumë energji për të zgjidhur duhen. Një prej tyre janë kushtet në spitale, sidomos kur trajtohen pacientët e onkologjikut. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut premton zgjidhjen e problemit me vendet e punës së infermierëve. Nga Tetova, Azir Aliu takoi infermierët e Spitalit Klinik. Ato janë pjesë vitale e sistemit, kështu që neve dëshirojmë apo s'dëshirojmë dhe duhet sa më shpejt të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi. Besoj se shumë shpejt do të zgjidhet, duhet të zgjidhet përpara afateve të ligjore që neve do të mund të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi, domethënë ajo është diku një muaj e 10 ditë maksimum. Infermierët e Spitalit Klinik të Tetovës disa ditë radhazi protestuan për marrjen e pagave dhe zgjidhjen e statusit të tyre të punës. Rreth 140 infermierë të këtij spitali vazhdojnë të jenë pa vendime pune, ndërsa disa prej tyre punojnë prej më shumë se 10 vitesh. Rreth 14.000 nga 17.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut u regjistruan në shkollat e mesme në mbar vendin. Në intervistë për Elsat, zëvendës ministri i Arsimit i Maqedonisë së Veriut, Lulzim Aliu, tha se interesimi i lartë është paraqitur për drejtimin profesional. Ne jemi të kënaqur me atë që është rrit interesimi i nxënësve për të vazhduar tek arsimi mesëm profesional dhe veçanërisht te mësimi dual. Tek rritja e kompanive, janë dikun tani 555 kompani që janë të gatshme, kanë hap dyert për t'i pranuar këto nxënës që ta realizojnë atë pjesën të arsimit praktik që duhet ta realizojnë tek kompanitë. Kryesisht për drejtimet profesionale të mjekësisë, tha zëvendës ministri i Arsimit i Maqedonisë së Veriut. Ekonomi.
Drejtuesi i operatorëve të transmetimit të energjisë elektrike të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, Burim Latifi nga MEPSO dhe Shaban Eziri nga KOST, nënshkruan memorandum për forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike. Memorandumi vë tekst të veçantë në projektin strategjik për ndërtimin e një linje të re interkonjektive të tensionit të lartë 400 kV nga Tetova deri në Prizren, i cili është në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian për tranzicion energjetik deri në vitin 2050 dhe është nominuar si kandidat për rritjen e kapaciteteve transmetuese përmes platformës europiane të planifikimit, thon nga MEPSO. Interkonjeksioni pritet të rrisë ndjeshëm kapacitetet ndërkufitare të shkëmbimit të energjisë elektrike dhe të forcojë sigurinë energjetike. Me njerë ka reaguar dhe koalicioni Vlen. Në një kumtes për media thuhet se projekti strategjik jo vetëm që lidh dy qytete shqiptare, po forcon identitetin energjetik, ekonomik dhe politik në rajon. Në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit mes kompanisë MEPSO dhe KOST-it për ndërtimin e linjës interkonjektive 700 kV Tetov-Prizren, është një prej zhvillimeve më domethënëse të dekadës në fushën e energjisë, thuhet në reagimin e koalicionit Vlen. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut premton rritjen e efikasitetit energjetik dhe përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Për këtë qëllim, në 50 shkolla në të gjithë Maqedoninë gjatë verës do të vendosin sisteme voltaike. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka nënshkruar marrëveshje për një grant të pakthyeshëm për 1.1 milion eurosh me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës për investime në burime të rinovueshme të energjisë. Me këtë investim do të kursehen mjete të shumta buxhetore dhe këto para do të reinvestohen në projekte infrastrukturore, tekse shkollore dhe mjete ndihmëse digjitale për nxënësit. Përmes investimit në burime të rinovueshme të energjisë do të ulim koston financiare, por do të kontribuojmë dhe në uljen e kostos së ndotjes së mjedisit jetësor, thuhet në njoftimin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Platforma e re One Stop Shop digitale promovuar nga Oda e Tregtarëve synon të mbështesë kompanitë mikro të vogla dhe të mesme përmes një qasje të centralizuar dhe digjitale. Sipas Gabriela Kulabanova, kryetare e Qendrës për Ndërmarrjet e Vogla dhe Mikro të Mesme pranë Odës së Tregtarëve, kjo platformë do të ofrojë një pikë të vetme informacioni dhe komunikimi, duke i mundësuar bizneseve të kenë qasje të lehtë të shpejtë në të gjitha shërbimet e Odës. Platforma është krijuar me ndërtimin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Qëllimi i krijimit të kësaj platforme është vazhdimi i tranzicionit ekonomik të ndërmarrjeve të qëndrueshme të vogla dhe të mesme dhe për zhvilluar një infrastrukturë të qëndrueshme të shërbimeve për biznes. Aktualitet. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut hedh dyshimet për sabotim në Tec Manastir. Histria Mickoski tha se rasti po hetohet, por siguroi se nuk do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Ekziston dyshimi i bazuar se mund të ketë ndodhur sabotim në orët e hershme të mëngjesit të 2 ditëve më parë, deklaroi Histria Mickoski. Pas fikjes së bllokut 2 përpara 2 ditësh, elektranat e Maqedonisë së Veriut paralajmëruan për sabotim të mundshëm pasi në afërsi u gjetën element druri të djegur që sipas tyre ngre dyshime se dikush ka hyrë dhe qëllimisht ka ndezur zjarr për të shkaktuar fikjen e bllokut. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut thotë se situata e sigurisë në vend gjatë 365 ditëve të fundit është shumë e qëndrueshme se sa ka qenë më parë. Tëshkovski foli edhe për zbatimin e projektit Safe City. Ai tha se nuk do të ketë selektivitet dhe se çdo kush që ka bërë shkelje do të ndëshkohet. Pasi qytetarit të klikojnë në linkun e caktuar që do të përfshihet në SMS porosin, do të mund të ketë qasjen informacione konkrete në lidhje me rrugën ku është kryer shkelja, fotografi nga momenti kur automjeti e ka kryer shkeljen dhe të tjera dhe në varësi të shkeljes së kryer do të mund të paguajë me njëherë gjobën dhe do të evidentojmë atë në sistemin tonë. Ndërsa nëse bëhet fjalë për shkelje më të rënda do të zhvillohet një procedurë përmes gjykatës, ta Panço Tëshkovski, ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi strategjinë për forcimin e kapaciteteve për hetimet financiare dhe konfiskimin e pasurisë për periudhën 2025-2028 së bashku me planin e saj të veprimit. Vendimi u publikua nga zëvendës kryeministri përgjegjës për politikat e qeverisë së mirë, Arben Fetaj. Pas këtij dokumenti pasqyrohet angazhimi i palëkundër i qeverisë për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin duke fuqizuar institucionet përgjegjëse përmes një qasje të strukturuar dhe sistematike që synon rritjen e efikasitetit në konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Fetaj njoftoi se kabineti i tij do të luajë një rol qendror në koordinimin dhe mbështetjen e këtyre përpjekjeve duke garantuar angazhim të vazhdueshëm për realizimin e kësaj strategjie. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Moçuski deklaroi se janë gjithsej 28 qytetarë që janë paraqitur për evakuim nga Izraeli. Është formuar një shtab krize për nxjerrjen e tyre të sigurt. Sipas informacioneve të fundit, 28 qytetarë kanë kërkuar mbështetje për evakuim. Do të organizohet dhe një konvoj i sigurt për transport drejt Egjiptit. Grupi i dytë pritet të largohet nga Izraeli menjëherë pas vendosjes së trafikut të rregullt ajror nga Tel Avivi. Në këtë fazë evakuimi do të kryhet me një aeroplan që do të sigurojë transportin, tha Moçuski në një konferencë për shtyp. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.